Mirë mbrëma, nderuar dëshikues, ja ku takuam sërish në emisionin Kënd Vështrim. Unë sot jam me dy personazhe mjaft njohur, zotin Artan Hoxha, dhe Hoxha mirë se erdhën në emisionin Kënd Vështrim. Mirë mbrëma. Dhe zotin Arçeli Gorea, dhe Gorea mirë se erdhën në emisionin Kënd Vështrim. Mbrëma, faleminderit. Do ta nisim pak a shumë me aktualitetin e ditës, që është çështja e statusit kandidat. Zoti Fyle është shprehur pozitivisht, pritet vendimi i Këshillit. Zoti Hoxha, do doja Kënd Vështrimin tuaj, lidhur me këtë. A do ta marrim kësaj here statusin apo jo? Këtë qershor duket se jemi më pranë se kur një përgjigje pozitive edhe të Këshillit Evropian, pra të krerëve të shteteve që do të kenë mbledhjen e tyre në fundin e kësaj jave. Jemi më pranë se kur përgjigjes po, për disa faktorë. Së pari sepse Shqipëria ka të paktën 4 vite, 4 raunde që ka aplikuar për statusin, ka ardhur shumë pranë postë dhe ka marrë një përgjigje jo në javët e fundit. Kujtoj këtu që në tetorin e 2012-ës, Shqipërisë praktikisht nga Komisioni Evropian ju dha rekomandimi për statusin e vendit kandidat, me kushtin që shqyrtimi i këtij rekomandimi nga Komisioni Evropian, pra nga Komisioneri Fyle, të pasoheshte në tetor dhe nëntor me miratimin e atyre 3 akteve të kuvendit, apo 3 ligjeve siç u njohen në gjuhën popullore. Këto 3 ligje nuk u miratuan, opozita e saj kohe, socialiste, nxorri 100 bidate, se nuk duhet i miratonte ato 3 ligje. U pa qartë që opozitës së asaj kohe nuk i interesonte marrja e statusit nga Shqipëria në atë moment, sepse duket e vlerësoj se do ishte një sukses i qeverisë demokrate të asaj kohe që mund të kishte edhe ndonjë efekt tek zgjedhjet e pritshme të qershorit 2013. Opozita nuk i miratoi ato 3 ligje, të cilat kërkonin detyrimisht konsensusin e saj, sepse kërkonin 84 vota në kuvend. Kështu që Këshilli Evropian në dhjetor të 2012-ës as që nuk shqyrtoi gjë, sepse s'kishte një copë letër në tavolinën e vet me rekomandimin e Fyles për të trajtuar çështjen e statusit. Nuk është se po të kishte këtë letër mbëdhënia e statusit në dhjetor të 2012 do të ishte 100% e sigurt. Ajo mund të ishte edhe 95% e sigurt, dhe 5% mund të thoshte edhe jo në dhjetor të 2013-ës. Por ne humbëm edhe një shans të një joje më të hershme për të qenë një po në dhjetor të 2013-ës, një vit më vonë. Biles ne humbëm edhe një shans në mars të 2013-ës, ku përsëri u kërkua nga Brukseli të miratoshin 3 ligjet para zgjedhjeve, në mënyrë që përsëri Fyle të jetë rekomandimin dhe në mbledhjen e marsit 2013 të krerëve të shteteve të Këshillit Evropian të mund të shqyrtoheshte edhe një herë kandidatura e Shqipërisë. Përsëri nuk u miratuan ato 3 ligje në mars të 2013-ës dhe përsëri Këshilli Evropian nuk pati një copë letër në dorë për ta shqyrtuar në atë pranverë. Dhe rrjedhimisht kryerja e zgjedhjeve të 2013-ës u fut si një kusht i pathënë. Nuk do të kishte më njëri nge në qershor të 2013-ës, ndërkohë që vendi ishte në zgjedhje, të shqyrtonte një kandidaturë të Shqipërisë, edhe pse me 30 maj të 2013-ës u bë sebeb LSI-ja që u miratuan me konsensus amendimet e ligjit për gjykatën e lartë, ligji për statusin e në punësit civil dhe rregullorja e kuvendit. Në një seancë praktikisht të jashtëzakonshme të kuvendit, e cili ishte shpërndar për shkak të zgjedhjeve në të cilat kishte hyrë Shqipëria. Dhe pra u bënde zgjedhjet, mbas këtyre zgjedhjeve të cilat u vlerësuan nga aktorët europian dhe ato ndërkombëtar si zgjedhjet më të mira të bërë ndonjëherë, si zgjedhjet të cilat plotësuan të gjitha standardet e kërkuara ndërkombëtare. Rodhi dhe procesi i kalimit të pushtetit nga demokratët tek socialistë ose në shtator të 2013-ës, u kryua qeveria e re, maggioranca e re, opozita e re, filloi përsëri demokracia parlamentare të funksionojë.
Dhe ne erdhëm në dhjetorin e 2013 me një rekomandim tjetër të fyles, tashmë, edhe me ato 3 bishtat e mbetur që nga një vit më parë, por që një grup vendesh u bën blok kundra dhënies së statusit Shqipërisë. Kujtoj që kemi patur një bashkësi interpretimesh deri dhe të qartura nga politika shqiptare për arsyen e jos së dhjetorit 2013, jo teoria e kombit me shumicë myslimane, jo teoria e roleve të ekstremistëve në mjedisin politik europian. Kush ishte shkaku sipas jush? Po tashmë po ti marrësh me radhën, nëse do kishte ndonjë ngurim për shkakun se shqiptarët statistikisht konsiderohen një shumicë relative myslimane, atëherë do të presim një jo sot dhe një jo edhe në vitet e ardhshme, sepse ne ky popull jemi. Prandaj ky kusht për mua se ekzistonte dhe se ekziston aq më shumë, po na dha një përgjigje po tashmë, do të thotë që nuk është ky kusht. Lidhur me sjelljen e ekstremeve europiane, ato janë një realitet. I pam edhe në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Pra ato ishin një farë arsye taktike e forcave progresiste dhe konstruktiviste europiane që para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian, që u zhvilluan disa javë më parë, pas t'i jepnin një pretekst më shumë këtyre forcave për ta keq përdorur në fushatën europiane elektorale për Parlamentin Evropian. Dhe pasi thua ishte një faktor që ekzistonte në të vërtetë. Ndërkohë që them që faktori kryesor jemi vetë ne, është vetë Shqipëria, e cila ka mbetur për arsyet e brendshme një nxënës që luhatet mes 4 dhe 5. Nëse ne do të ishim një vend që nuk do të kishim krijuar ato problemet të konfliktualitetit politik, veçanërisht 4 vitet e fundit, reformat do ishin kryer shumë më mirë, shumë më gjerë dhe shumë më thellë. Shqipëria do të ishte vlerësuar jo për nga zhurma dhe dasia politike e saj, por për nga konsensualiteti dhe kultura europiane e kompromisit, që është kushti bazë, është mënyra thelbësore e të menduarit dhe të vepruarit europianëve. Dhe natyrisht për sa kohë që europianët kanë parë që këtu kemi pasur një proces shumë të vështirë, mirë kuptimi mes palëve, kjo ka zvarritur thonin e pos. Dhe thënia e pos në këtë qershor nuk e mohon që ata shohin në Shqipëri një kulturë konfliktualiteti shumë të fortë mes palëve, që bjen ndesh me mënyrën e tyre të vepruarit. Dhe edhe sikur të marrim një përgjigje po këtë radhë, ne do ta shohim që do të na përsëritet në mënyrë të vazhdueshme nga europianët në gjithë rrugën që na pret më tej, që është dhe më e vështirë. Hapja e negociatave, negocimi kapitull për kapitull, monitorimi i zbatimit të kapitujve të marrëveshjeve, derisa të vijë një ditë edhe dita e mbylljes së negociatave dhe pastaj edhe antarësimit. Gjatë gjithë kohës do na kërkohet që ne të ndrojmë kulturën tonë të bërit politik, ku politika për europianët është arti i kompromisit. Është duke qenë të ndryshëm je bashkë. Ndërsa ta shohësh politikën si shkakun e ndarjes, është kulturë jo europiane, vështirë të pranojnë. Prandaj një po në këtë qershor është edhe rezultat i një joje të gjatë që duket edhe në një farë mënyre, po dhe sikur e tepruam çik me këto shqiptarët tash. Le ta bëjnë këtë hap të parë, që do të thotë ne hapim derën e një korridori të gjatë. Dhe në këtë korridor të gjatë ka dhe një 100 dyer të tjera për t'u hapur negocim mas negocimi për të arritur tek antarësimi. Ministri Rama ka palëmëruar që po tjetë po nuk do ketë fest. A duhet të festojnë shqiptarët zoti Gorea sipas jush? Ose duhet të po? Unë mendoj se festa ka lind si eveniment i arritjeve. Do në gjithmonë mas çdo arritje, që në kohët e lashta, ka pas fest. Pra është shprehje emocioneve të suksesit. Unë mendoj që për Shqipërinë, nëse merr një po, është një sukses i madh, që e meriton festën,
Po është dhe një impenjim i madh që meriton me i vënë gishtin kokës dhe me ia vënë mirë. Pse? Të futurit në Europë në radhë parë standard që duhet ta plotësosh. Pra kemi makinerinë e vendeve të europiane. Ne do të jemi një pjesë e kësaj makinerie. Dhe nëse ne nuk do të arrijmë standardet, pra nuk do të unifikohemi si pjesë e kësaj makinerie, ne vazhdimisht do të sjellim shqetësime atyre dhe do kemi ngacmime nga ata. Pra për mendimin tim pjesa, ashtu si shtadetanit, pjesa ati koridorit gjatë dhe të vështirë, është pjesa e adoptimit e klimatizimit ton në strukturat e komunitetit europian. Pra i kthehem dhe njëherë, çfarë kërkohet? Kërkohet standarde. Në kulturën politike, siç e tha, po dhe në menaxhimin e ekonomisë, po dhe në standardet e reformave, po mbi të gjitha, ajo ku ne mendojmë që kena çaluar gjithmonë, në menaxhimin e aseteve intelektuale. Tysh në Europë, do të thotë në radhë parë, të kesh njerëz europian të paraprish përgatitjes së njerëzve, fakti ç'a ndodh në Shqipëri. Po të kemi një statistikë dhe të shohim të gjithë ata mbi shqiptarësh që kanë mbaruar me nota të shkëlqyeshme. Jashtë, ose janë në punë të rëndomta, ose janë pa punë. Në një kohë, pa ofenduar universitetet private, atë diplomat të çuditshme maratonomakë që përfundojnë në universitetet merren në 2 vjet, 3 vjet, bile edhe të mesme në bashkë me universitetin, janë për poste të kyçe. Po atëherë menaxhimi, timoni i këtyre iniciativave, rruga drejt komunitetit evropian, do të guidohet nga njerëz me standarde, që kanë ardhur nga Europa, janë përgatitur në Europë dhe kanë ardhur këtu, po nga këto njerëz që sepse ajo që do të thojë ndami më i madh nuk është struktura. Dami më i madh është mentaliteti. Në radhë të parë ne duhet të fillojmë të mendojmë si europianët, që do të thotë të vlerësojmë gjithçka që i shërben progresit dhe të mirës këtij vendi. Dhe kjo është pjesa më e vështirë që ne duhet të adoptojmë. Duhet sakrificë madhe me vetveten një herë. Pastaj edhe në raport dhe në marrëdhënie me të tjerët. Për të tjerët i sa shumë një. Deri tani e trajtuam në sensin pozitiv, duhet po. Marrim skenarin se duhet një jo. Ka ndonjë përgjegjës këtu brenda Shqipërisë? Ja, duhet me qenë dhe koherent. Unë qëndroj mendimit që Shqipëria statusin e meritonte më parë. Pa diskutim në dhjetor të 2013-s. Por edhe në dhjetor të 2012-s, ndoshta ato 3 ligjet që u vendosën si një test prove për vazhdimin e një procesi konsensual që e përfshiu politikën shqiptare në 2012-ën, u miratua një paketë të tërë ligjesh në atë me konsensus full. Ndoshta veç që të shërbenin si ushqim për një proces të mirë, u shndrua në një virus që e riktheu sëmundjen për shkak të emocionit të zgjedhje. Por nga ana e vlerësimit të arritjeve, plotësimit të atyre kërkesave apo standarde europiane që janë proporcionalisht të kërkuara për stadin e zhvillimit të një vendi në momentin që i jepet statusi vendit kandidat, siç u dha Malizi, siç u dha Serbisë, apo siç është dhënë Maqedonisë që në 2001-shin, fillmasi bën marrëveshjen e Ohrit. Them që Shqipëria meritonte edhe në dhjetor të 2012-s, por bën se bep ato 3 ligje promocionale. Kështu që një përgjigje jo sot në qershor nuk mund të thojë që është kusuri ynë. Sepse ne kemi kaluar atë nivelin e kërkesave që kërkohen në momentin e plotësimit pra të dhënies së përgjigjes po për statusin e vendit kandidat. Kështu që do ta kërkoja tek një gjendje europiane ende e vështirë, sepse rezultatet e Parlamentit Evropian për Parlamentin Evropian kanë prodhuar disa vështirësi në menaxhimin e çështjeve europiane. Që tek kush do të jetë presidenti i jashtëm, kush do të jetë krye komisioneri dhe të tjerë këto, ose kemi parë dhe negociatat e vështira mes liderëve europian, njëherë hyn me Juncker si kandidat para zgjedhjeve, dolën pastaj 2-3 kandidatë të tjerë të mundshëm për të vënë në krye të Komisionit Evropian dhe ka negociate goxha të vështira. Ndërkohë që presioni i forcave ekstreme europiane, veçanërisht të djathta, që kërkojnë një rol më të vogël të Brukselit,
shkon edhe drejt teorisë të tyre që zgjerimi i Bashkimit Evropian duhet të stopojë dhe Bashkimi Evropian duhet të vetëletësohet nga kompetenca sepse i ka hyrë në pjesë sovraniteteve nacionale dhe është një organizëm jo eficient. Pra, jemi në këtë situatë dhe më në mendje që joja hipotetike që unë do jemi një probabilitet 1% tashmë. Do të ishte përsëri një inerci e rolit të faktorëve ekstremist. Por, thënë kjo, nuk themi këtë gjë që Shqipëria i ka kaluar nivelin e kërkesave për statusin, por nuk është një vend që shkëlqen. A mendoni që Ndërhyrja Lazarat bë pikërisht për fituar pikë tek evropianët? Them që Ndërhyrja Lazarat ishte një lëvizje praktikisht e detyrueshme për t'u bërë për shkak të zhvillimeve disa mujore. Do të kemi parasysh që Shqipëria vjet doli nga zgjedhja dhe në një moment zgjedhor shteti sikur zbërthehet ca. Kjo mund të ketë çuar në një farë rritje të shkallës së mbjelljes me kanabis në verën e vitit 2013. Por gjithsesi nuk është se ndodhi hataja dhe u supermboll Shqipëria me kanabis. Ajo që ran sy ishte që shkalla e eksportimit të kanabisit nga Shqipëria nga tetori 2013 deri në maj të 2014 u shumë fishua krahasuar me vitet e mëparshme. Pyetja është pse ka ndodhur? Unë besoj që një grup prodhuesish nuk diktojnë tregun. Tregu diktohet nga ata që e kërkojnë, pra konsumi, dhe rrugët e trafikimit. Dhe duket nga tetori deri në maj, rrugët e trafikimit ka qenë shumë më të hapura. Jo më ka të ngrit një alarm nga Prokuria e Puljes që Adriatiku është bërë autostradë e kalimit të drogës dhe jo vetëm të kanabisit, por duket dhe të heroinës dhe kokainës. Po kështu në Greqi pati një mobilizim policor ushtarak në kufit e Shqipërisë për shkak të dyndjes së sasive të mëdha të kanabisit, por edhe drogave tjera nga Shqipëria. Pra u krijua një shqetësim ke dy vendet fqinjetonat, Itali dhe Greqi, por jo vetëm. Me sa duket një ndërhyrje radikale dhe shumë e shpejtë e qeverisë në strukturat e sigurisë dhe të rendit publik, veçanërisht të policisë, mund të ketë patur efektin e vet në paksimin e aftësisë së policisë tonë për të parandaluar, për të mbajtur nën kontroll një volum të caktuar të eksportimit apo të rieksportimit të drogave. Qofshin ato që prodhohen në vend dhe qofshin ato që vinë tranzit. Ne kemi sasi të shumë fishuara të kapjes së drogave nga policitë e Italisë dhe Greqisë, dhe të ndonjë vendi tjetër evropian. Natyrisht edhe policia jon ka arritur të sekuestrojë një volum më të madh të lëndëve narkotike, veçanërisht të kanabisit. Por ky nuk është argument. Unë vura re një tregues që flet më shumë se sa sasi e kanabisit të sekuestruar nga tetori në maj. Vura re numrin e rasteve të trafikimit të kapur nga policia jon. Nga janari deri në fund të prillit. Të dhënat e majit ende nuk kanë dalë të dhënat zyrtare. Nga janari deri në fund të prillit, strukturat e Ministrisë së Brendshme dhe policore kanë arritur të kapin 41 raste trafikimi. Pra që i kanë arrestuar autor. Nga janari deri në fund të prillit të vitit 2013, kur vendi përsëri po shkonte drejt zgjedhjeve dhe e dim që ka një lloj shkrerje, po. Policia ka kapur 39 raste. Do thotë në 4 muaj praktikisht kemi një barazim të numrit të rasteve. Por çfarë kemi në janar deri në prill të 2014? Mesatarisht për çdo tentativë trafikimi të kapur nga policia, sasia e kanabisit të tentuar për të eksportuar ka qenë 3 fish. Domethënë për mua kam pasur kuraje të lëvizin me dëngje më të mëdha. Do thotë që kam pasur një perceptim se nuk është se mund t'i kapin kaq kollaj.
Nuk bëhet fjalë për heroina, kokainë që futet me i valizit vogël, bëhet fjalë për dënje të mëdha apo jo, të cilat kanë lëvizur jo më me skafe klandestine nga bregu në breg, nga bregu shqiptar në bregun italian, por kemi marrë informacione që në Itali janë kapur përmes kamioneve dhe veturave që kanë lëvizur me tragetet nga pikat portuale. Apo dhe në Greqi që kanë dalë nga pikat kufitare doganore. Që do thot, është rritur nga tetori deri në maj shkalla e penetrimit të drogës në kufit, në hyrjet e daljet të kufirit shqiptar. Dhe kjo arriti në nivelet e një skandali, kombinuar këtu dhe me atë debatin a bëhet ka filluar apo jo trafikimi edhe me avion, ku ne kishim një qeveri që e mohonte mundësin edhe teorikisht se mund të ulet një avion sportiv për të bërë trafik droge. Në arriti në absurd argumentin mbrojtës i qeverisë, s'mund të ulen avionet dhe pastaj u ul, ju thye rrota që u kap, si thua plasi ashiqare, dhe e ndodhur pra në gjithë këtë presion, nga një anë një presion ndërkombëtar, nga një anë një presion i brendshëm që u kanalizua edhe përmes një reagimi opozitar kundra drogës dhe dyshimit që ngriti opozita se kemi të bëjmë me një qeveri e cila është e kapur nga krimi. Opozita ka radhitur një numër, të paktën me sa i kam numëruar unë, mbi 40 persona të emëruar në pozicione kyçe apo relativisht kyçe të administratës së shtetit dhe në polici, të cilët kanë patur precedent penal të lidhur me trafikun e drogës, me krimin, me abuzimin me detyrën shtetërore më parë, dhe qeveria përveç një 3-4 rasteve ku është pranuar dorëheqja e personit në fjalë, në rastet e tjera është mbrojtur dhe ka thënë këta persona kanë skedinën e pastër. Natyrisht do kenë të pastër nga ana ligjore, sepse nëse ke kryer një vepër që dënohet me 3 vite, 7 vite më parë, ke kaluar periudhën e rehabilitimit dhe skedina penale të dele pastër. Por bëhet fjalë që këta persona janë emëruar, janë me dorë në këto pozicione. Tregon një lloj preference. Do të ishte ndryshe, supozojmë që për një post në pushtet civil apo një post në polici bëhet gare hapur, bëhet konkurs, për atë post konkurrojnë 10 vet. Gara është e ndershme dhe në fund të konkursit më i miri pas ka bërë një gabim njet dikur. Nuk mund t'ja mohosh dot të drejtën e pjesëmarrjes në gjykar. Dhe gjësa del dhe më i miri, nuk mund t'i përdorësh një gjë që nuk i ekziston juridikisht për t'i thënë jo, ti nuk do jesh. Por nuk ka qenë ky rasti. Këto emrime nuk janë bërë as me garë, as me konkurs, as me provim dhe amasi gjë tillë, por janë bërë thjesht me komandim përcaktim, që tregon një lloj preference për të futur dorën tek thesi dhe për nxjerr pikërisht ato personash, të cilët me sa duket janë përfshirë dhe në fushatën elektorale të Partisë Socialiste, edhe asaj BSI-s para zgjedhjeve, që mund të jenë bërë pjesë e strukturave për gjatë 3-4 viteve të fundit të kësaj parti që sot është në pushtet. Dhe do thot pra kemi një penetrim të krimit brenda kësaj partie. Ai sa tashmë nuk kupton dot a ka penetruar krimi në Partinë Socialiste dhe pra po penetron dhe në administratën e rilindësve, apo është preferenca tashmë e tyre për të tërhequr këto njerëz. Është e vështirë ta dallosh më se kush është lidhja shkak pasojë. Do të edhe një mendim të Gorea? Të që normalisht do në është bërë publike nga mediat, nuk mund të përsërisim gjëra që qytetarët i kontaktojnë për ditë nëpërmjet ekraneve. Gjithashtu, zoti Hoxha bëri një përshkrim. E rëndësishme për mendimin tim është që kjo do të jetë impuls apo një linearitet i zbatimit të ligjit në Shqipëri. Pra, është e njohur nga të gjithë tashmë që në shumë krahina të Shqipërisë, se vetëm në Lazarat, se Lazarati u bë drog simbol, po dhe në të gjithë krahinat, nga jugu në veri, kudo ku ka vende, do më thënë disi të maskuara, vende që nuk mund të kultivohen produkte bujësore, ose agrobujësore, ka një popullim
të konsiderueshëm me bimë narkotike. Pra kjo kërkon një aksion linear në vazhdim. Pra, mbas Lazaratit, kjo do tjetë një aksion i vazhdueshëm, apo thjesht kjo ka të bëjë me statusin, ne po bëjmë një lëvizje të tillë dhe po ndrojmë ustallarët. Nga të njërë sanë, po i kthejmë në anës tjetër. Kjo besoj do tjetë parametri që do të vërtetoj seriozitetin edhe bonitetin e kësaj lëvizje. Pra, është lëvizje për formë, apo është lëvizje për reformë. Kështu që unë do të thoya që këto janë çështje që nofta duan 20-30 emisione për të sqaruar se njerëzit kanë opsione, kanë alternativa, kohët e fundit është edhe ideja që të legalizohet marijuana në Shqipëri, se është legalizuar në Amerikë, në Hollandë, në vende tjera të botës, gjë për cilën unë po të më pyetëm si qytetar, nuk jam dakord, sepse nuk i kemi atë kulturë dhe ato standarde, do të shkojmë një herë drejt abuzimit dhe shpërdorimit, por sidoqoftë kjo është një diçka që kërkon kohën, argumentat dhe specialistët e vetë. Por gjithsesi është një gjë e mirë që ka filluar një veprim i tillë. E rëndësishme është që kësaj të shkohet deri në fund. Pra, të themi që jemi brenda një standard, jo dy standarde. Një standard para statusit dhe një standard tjetër mas statusit. Të tjera tartani për mendimin tim analizë shumë të drejtë. Mbas çdo zgjedhje ka një shkrefje të shtetit. Goditjen e parë han policia, sepse përjeton anën emocionale do jenë në raportin në vendin e punës apo nuk do jenë. Kështu që rritet probabiliteti dhe kuraji e trafikut për të marrë iniciativa të tilla, ashtu siç përmendni edhe tani me fakt. Në fakt, beter pak për ta çuar deri në fund temën e Lazaratit, donjë për momentin, kemi vënë re donjë që derisa pa plasur debati shumë i fortë lidhur me drogën dhe historinë e avionëve, që nga kryeministri, ministri i rendit, drejtues policisë, e shfaq një qartë hezitimin për një operacion policor në Lazarat. Shtorosh të pyetja po mirë, ja shkoj policia do hyjë, kur vendos policia me hyjë në një territor do hyjë aty sikur trimat e dynjastin aty brenda, dhe policia do hyjë se jemi vitin 2014 tashmë, nuk jemi në një Shqipëri të shpartalluar si 97-ën apo 91-shën. Çështja ishte gjithmonë shtroshe, po nesër, se s'do rri policia jetë e mot në Lazarat. Lazarati do të kthehet në normalitetin. Pra, bie është re një dyshim i qeverisë për të bërë një operacion policor. Them që për shkak të një dështimi në kontrollin e eksportimit të kanabisit dhe drogave tjera, dhe një niveli shqetësimi shumë të lartë të shteteve fqinje, dhe një presionit brendshëm të opinionit publik dhe ati opozitar lidhur me historinë e drogës, dhe këto akuza që unë i përmend ato opozitës me emra konkret të një 40 e më shumë njerëzve të emëruar në administratë me një të kaluar penale të lidhur me këtë. Të gjitha këto them që e kam bërë si thua me detyrim përcaktim që qeveria ta ndante mende dhe të bënte një operacion policor në Lazarat. Operacion i cili megjithse ndodhi për shkak të ndikimit të këtyre forcave madhore dhe vetë një paradështimi qeveritar në ato gjërat e tjera që unë thash, në vetvete ishte një operacion që i arriti qëllimet. S'kishte se si mos t'i arrinte, por në llogaritë të fundit i arriti qëllimet. Tashmë Lazarati është shtruar nga dominimi i bandave të cilët e kontrollonin atë fshat dhe siguronin të mbjellat dhe të korrat. Dhe kemi tashmë një situatë në këtë ditë ku ti fshati mbas lirimit nga kontrolli nga bandat i hapet mundësia për të hyrë në një normalitet zhvillimi. Sa do të hyjë Lazarati dhe fshatrat të tjerë të cilët janë kapur dhe infektuar nga interesi për të mbjellur kanabis, do ta shohim në të ardhmen. Por për momentin kemi një operacion policor masiv i cili e arriti objektivin e vet. Po të futesh në detaje pastaj sa i suksesshëm ishte
a ishte plotësisht I suksesshëm apo ka nevojë për mirësime taktiko-strategjike të mënyrës së veprimit të policisë tonë, këto më mendoj edhe ekspertë të fushës mund të gjykonin më mirë. Por atë që ne shohim në linja të përgjithshme ishte që operacioni policor në Lazarat, mbasi u vendos të ndërmerret, filloi dhe ju shkua deri në fund dhe kjo është një arritje për të vlerësuar edhe policisë shqiptare, por natyrisht këtu do të thojë që edhe kryeministët dhe e ministrit brendshëm, të cilët kanë marrë vendimin politik. Se pa një vendim të tillë politik nuk do të arriheshte këtu. Tashmë sfida është çfarë do ndodhi pas Lazaratit, sepse për momentin suksesi I aksionit policor në Lazarat duket që ka patur dhe një jehon pozitive edhe në mjedisin ndërkombëtar, po është mbështetur gjithsesi dhe nga opinioni publik I brendshëm. Por të kthehemi edhe një herë, u duk para se të bështe ky aksion policor, sikur hyrja e policisë ishte dhe e pamundur. Kam parë shumë komente të cilët e shndruan hyn apo s'hyn në Lazarat policia, hyn apo s'hyn në Lazarat ministri I brendshëm, hyn apo s'hyn në Lazarat kryeministri, u shndrua kështu si sfida që po e bëre je I madhërishëm dhe po nuk e bëre je I dështuar. Kur në të vërtet, siç e thash dhe opinioni im ka qenë që policia po vendoset të hyjë diku në këtë vend, ku do hyn. Dhe çështja nuk është a hyn as hyn policia, se ajo do hyjë, por çështja është a do shërrënjoset një kulturë tek një pjesë e popullsisë e cila është mësuar të jetojë dhe të mbijetojë dhe të merret me këtë aktivitet. Ndërkohë që sfida reale e Shqipërisë është garantimi I rendit publik dhe ulja e treguesve të kriminalitetit dhe rritja e shkallës së ndëshkimit policor dhe të gjyqësor. Po ti hymë treguesve të kriminalitetit nga janari deri në fund të majit, përsëri nga burimet zyrtare të Ministrisë së Brendshme, tregon që numri I vrasjeve në 5 muajt e vitit 2014 është më I madh se në 5 muajt e vitit 2013. Numri I plagosjeve të rënda dhe jo të rënda në 5 muajt e vitit 2014 është më I madh se sa në vitin 5 muajt e vitit 2013, që numri I vjedhjeve të banesave, I vjedhjeve me dhunë të pronës është më I madh se sa para një viti, 5 muaj për 5 muaj. Vdekjet nga aksidentet rrugore dhe numri I aksidenteve rrugore janë më të shumta, dhe që tregon që metoda e ndjekur nga qeveria Rama dhe ministri Tahiri nga tetori deri në fund të majit, ku kemi parë zhvendosjen e policisë nga fush betejë me krimin tek përpjekjet për reduktimin e informalitetit në ndërtim, në taksa, lojra fati apo në dyndjen e dynjas me gjoba parkimi apo gjoba makinash. Kjo metodë nuk ka dhënë rezultat. E kundërta ka ndodhur. Sa herë që për shkak të rrethanave apo për shkak të zgjedhjes është vendosur që policia të drejtohet kundra krimit, policia ka arritur rezultate. Lazarati është një tregues I tillë. U vendos që policia të luftojë, të shkojë në frontin e betejës kundër kanabisit dhe u fitua. Ndërkohë që ta marrësh policinë dhe ta çosh në fusha dhe fronte që s'janë punë e saj, por janë e inspektoriateve, e agjensive të tjera shtetërore, e të tjera si këto, atëherë ti do thotë çon dëm forcën policore që ke. Çfarë del tjetër nga Lazarati? Superkriticizmi I rilindasve për policinë shqiptare vetë rrëzohet. Sepse kjo ishte policia e barkmëdheve. Kjo ishte policia me shkollimin më të ulët. Kjo ishte policia me moshën mesatare më të lartë në Europë, që arriti këtë sukses. Pra nuk është aq e keqe sa që bënin drejtëtaj dhe fundi që ta mbyll. Morëm gjatë me qeverinë. Do kapitull me që ta mbyll Lazaratit. Pra për t'i ardhur deri në fund, pra duhet të vazhdoj që policia të çohet në frontin e saj numër 1, numër 2, numër 3, numër 7, numër 10, që është lufta kundër kriminalitetit.
Dhe jo të merret policia dhe të përdoret për punë të tjera, siç përdoret ushtria për me pastru thaset me kanaç. Policia është krijuar për të luftuar krimin dhe ajo është puna e saj. Dhe s'ka pse të hapet si vaj në lakra në detyra që mund t'i bëjnë segmentet e tjera të shtetit dhe natyrisht që policia duhet ruajtur më shumë se çdo institucion tjetër shtetëror edhe nga penetrimi i njerëzve me të shkuar kriminale apo me dëshirë për të përfshirë në aktivitete kriminale. Jo vetëm strukturat e shtetit janë kontaminuar, por me sa kam parë edhe në proceset zgjedhore të PD-s ka patur tentativa të njerëzve të këtill me të shkuar kriminale, por të penetruar në procesin zgjedhor, sepse dhe ata duan pushtet për ta ushtruar më mirë aktivitetet e tyre kriminale. Hoxha, tek Partia Demokratike, a mendoni se po bëhen siç duhet zgjedhjet? Për zgjedhjen e kryetarëve në rretha? Zgjedhjet e Partisë Demokratike unë i kam ndjekur në linjat më të përgjithshme. Dhe në Partinë Demokratike kishte dy metoda bazë për të bërë zgjedhjet mbas humbjes në zgjedhjet e politike të 23 qershorit të para një viti. Njëra do të ishte vazhdimi i zgjedhjes së kryetarëve të degëve dhe strukturave drejtuese të degëve fill mbas zgjedhjes së Lulzim Bashës, si thua në vru dhe sipër. U zgjodh kryetari i ri Lulzim Basha në një proces gare me mikun dhe të ndjerin ton Sokolo Dashi, që kemi edhe Dursakun ton dhe kujtojmë me këtë rast me shumë nostalgji Sokolo Dashit, dhe fill mbas zgjedhjes së kryetarit të bëshin dhe zgjedhjet e degëve për kryetarin dhe për strukturat drejtuese. Metoda tjetër do të ishte një proces më i ngadalt në ndretimin e kryetarit të ri të PD-s, duke kopsitur disa gjëra. Çfarë u pa në korrikun e 2013 ishte që Partia Demokratike i kishin mbetur listat e antarësisë të ripara dhe të pa updateuara që nga themelimi i saj. Atëherë, meqense u zgjodh metoda më e ngadalt, u bë mirë që u ripa dhe një herë gjithë antarësia, u rifreskuan të dhënat për secilin antar. Tashmë me sa jam informuar është krijuar dhe një database, pra një regjistër i antarësisë, që nga antarët më të vjetër e deri tek të antarësuarit në këto muaj të fushatës zgjedhore të brenda PD-s. Dhe me gjithë sinjalet që unë kam marrë, nuk kam dëgjuar zhurma të qëndësishme në procese votimi në seksione, grup seksione, apo tashmë edhe në konferencët e degëve që ky nuk është aktar, ky ka ardhur dhe po voton pa mandat. Zhurma të këtilla deri tashmë nuk kam dëgjuar që të jenë të korrodojnë procesin votues. Nuk e di se si është situata në Durrës, por në tërësi në gjithë procesin e zgjedhjeve të kryera për Partinë Demokratike në 5000 seksione dhe në qindra grup seksione në të gjithë degët e saj në Shqipëri, është vënë re pra që listat janë të sakta, ka një metodë të kryerjes së proceseve zgjedhore dhe të reflektimit për 8 vjeçarin e kaluar përmes një drejtimi me njerëz të cilët janë deleguar nga kryetari Basha, por nuk është se do e ndërtojnë karrierën e tyre politike në atë rreth. I deleguari është zgjedhur i tillë që shkon, mbaron procesi i votimit, ikën. Nuk është se është vandali aty që pastaj do votohet për tyre, se normalisht pastaj do ishte në konflikt interesi, do kujdeseshej që të kishte ai vetë karrierë në atë rreth. Dhe biles edhe të nëndeleguarit në grup seksione të ndryshme janë zgjedhur që të shkojnë nga një territor ke tjetri, në mënyrë pra që të mos të interesi personal për karrierë të mos ndikojë procesin e votimit në atë grup seksioni që ai do shkon si deleguar. Kjo është një metodë e mirë e cila funksionon, natyrisht asgjë funksionon në mënyrë perfekte dhe gjithmonë do ketë devianca, por si metodë që shmang konfliktin e interesit të atyre që janë ngarkuar për ta lehtësuar dhe mbikëqyrur procesin, është një gjë e mirë, është një metodë e mirë. Së treti ishte elementi që nxit, si thua, daljen e kandidaturave të reja, duke i bërë dhe një lloj pengimi apo edhe thirrje morale. Më janë pak të vjetër, atë donë që s'do duhet të kandidojnë ata të cilët kanë rezultuar humbës në zgjedhjet e kaluara
në drejtimin e degës së tyre. Mund gjallë diskutim nga këndvështrimi ku e diuni drejtat e të njerëzit, por në fundit partia do të marrë një vendim. Lideri i saj historik Sali Berisha mori përgjegjësinë me vete dhe dha dorëheqje nga kryetari i partisë. Në atë kohë kujtoj në verën e kaluar u tha, akti i Berishës duhet të shndrohet në një normë në Partinë Demokratike dhe them që rregullore që shpërndar nga Luzim Basha ka tentuar pra që aktin e Berishës ta shndrohet në një lloj norme për çdo që të hapi rrugë një procesi zgjedhor. Po vërej që ka ambicie brenda Partisë Demokratike, qoftë në një prurje antarësimesh të reja, qoftë në rikonfirmimin e demokratëve të cilët kanë qenë antar PD-s, po për një farë periudhë dhe janë larguar strukturave të PD-s dhe kanë pa punë të veta, edhe këta duke se janë rikthyer me dëshirë për të kontribuar në një opozitë demokratike të riorganizuar dhe të aftë për përballuar një sfidë përballë një supermaxhorancë, që tregon se është dhe arrogante njëkohësisht, dhe nga ana tjetër shoh pra që edhe kanë ambicie për të kandiduar për poste drejtuese, duke thënë që nga seksioni grup sesionës dhe që po shohim që edhe në degët si thua më të vogla të vendit, në rrethet më të vogla të vendit, kemi parë 4, 5, 6, 7 kandidatura dhe procese që kanë shkuar me balotazh. Kur ka një numër kandidaturash, unë them që demokracisë bëhet mirë sepse ka mundësi të zgjedhësh mes një spektri dhe në llogaritë të fundit antarësia e asaj dege duhet të respektojë votën e vet, respekton atë që fiton, respekton dhe atë që hyrin garë dhe nuk fitoi, nuk doli i pari. Me sa jam informuar edhe kompozimet e kryesive të degëve të dalë deri tashti shprehin integralin e STR-s dhe nuk janë gjysma shkel me këmbë gjysmën tjetër, por janë një si punë rezultante e STR-s. Në këto niveli dhe në këtë lloj gjerësie që unë e shoh çështjen pa u futur shumë në thellësi, më duket që procesi po shkon më shumë se normal. Është një proces ripërtitje organizative, pastaj secila deg ka specifikat e veta, po unë nuk e pretendoj që i njoh mirë specifikat e degëve. Në si po shkon procesi në Nikola që më dhe fjalën në smundi. Si po shkon procesi në Durrës? Unë mendoj që në përgjithësi gjërat shkojnë mirë, fundamentale është që mas një kohë të gjatë Partia Demokratike ju rikthy database të dhënave të antarësisë së saj. Tashmë ekziston një regjistër i tillë. Një normë tjetër që u fut ishte hapja e dyrave të partisë, sepse kuptohet në Partinë Demokratike aderojnë duke filluar që nga themeluesit e saj, ata që i qëndruan momenteve më të vështira që pati Partia Demokratike, të rinjtë që vinë me ambicie dhe energji të reja në Partinë Demokratike, pa ka disa kategori të cilat nuk u përjashtu asnjë kategori. Aq më tepër që u konsideru një rihapje e partisë për të mobilizuar forcat, jo vetëm forcat potencialet politike, po dhe energjitë më pozitive që kishte Partia Demokratike dhe kjo që një gjë shumë e mirë. Nuk do t'i rikthehem asaj që përmeni tani që tha koordinatorët është bërë kujdes që të mos jenë në konflikt e interesi. Këtu do të ndalësh pak. A ka pas ndërhyrje nga Tirana? Jo, një gjë. Unë do të them këtë që u bë shumë mirë, por problemi është sa i shpëton koordinatori sindromës së të deleguarit. Se shpesh herë në shqiptarët kur marrim një mision të posaçëm me referencën ose vullnetin e dikujt, e konsiderojmë veten si njerëz të plot fuqishëm. Dhe merita e koordinatorëve këtu është se si do integrohen ato me zonën ku do të operojnë ose ku do të punojnë. Për shembull, po të marrim qytetin e Durrësit, me që më pyete për Durrësin. Qyteti i Durrësit është një qytet me specifika të veçanta. Një qytet që besoj historia, kultura, eksperjenca e tij i kanë dhënë disa specifika shumë të veçanta. Pra, duke filluar nga ajo historike që ishte konstantja demokratike e qytetit të Durrësit. Pra, qyteti i Durrësit ka qenë një qytet që gjatë gjithë votimeve ka pas një konstantë djathtas, pavarësisht se këta ekuilibra janë prish tani në fund. Pra, kompleksi i këtyre gjërave duhet të rrisi përgjegjësinë për të bërë kujdes. Si do të
sillemi ne me qytetin e Durrësit, si do sillemi me Partinë Demokratike të Durrësit. Pse? Se eksperiencat kanë qenë të tilla që Durrësi është qytet që jep produkt elektoral demokratik, po jep edhe leksione demokracie. I jep të dyja. Pra është një qytet që ka një lloj koshiencë politike në adresë të vendimarrjes. Dhe mirë është që strukturat e Partisë Demokratike, leadershipi i Partisë Demokratike që do të burojë nga këto zgjedhje, të jenë në harmoni me vetë mentalitetin demokratik të qytetit të Durrësit. Dhe për këtë do të thoja për shembull që e kam thënë dhe e them shpesh, Durrësi ka nevojë për temperaturë politike. Kjo është për mua është një aksion. Çfarë kuptoni kur thoni temperaturë politike? Temperatura politike është ajo që rrit koshiencën politike të filluar që nga qytetari thjesht, tek antari thjesht i partisë dhe deri tek ata që pretendojnë të marrin leadershipin e partisë në qytetin e Durrësit. Pra, jemi në një fazë që ka mbaruar zgjedhjet për seksione. Kemi rreth 50 ca njerëz që aspirojnë për të bërë kryetar partie, pra të marrin leadershipin politik të këtij qyteti djathtë. S'kemi asnjë që të ketë dalë hapur të shpreh një platformë përse ky njeri dëshiron të jetë kryetari i Partisë Demokratike të Durrësit. Dhe nëse ky njeri do të arrijë qëllimin, kush do jetë platforma dhe risit që ky njeri do të sjellin Partinë Demokratike. Si do të arrijë ai, sepse që të gjithë jemi të shpejtarë që Durrësi ka pas një lloj anemie djathtas. Nuk po them hemoragji, pa anemi, domethënë një lloj pasiviteti, sepse këtë e shohim si në përqindjet e votimit, po ashtu dhe në rezultatet finale të zgjedhjeve. Kemi 4 mandate rresht. Kush ka ndikuar në këtë? Kemi 4 mandate rresht që ne nuk marrim kryetarin e bashkisë. A thua kaq e konsoliduar është e majta në Durrës, ose kaq i dashuruar është ky qytet me përfaqësuesit e të majtës? Kur po të marrim bëjmë një analizë të kësaj periudhe që e majta qeverisë Durrësit, mund të themi në plot gojën që qeverisja të majtës i ka ardhur Durrësit si mallkim. Sepse nga do që ta fillojmë, nga ekologjia, nga historia, nga arkeologjia, nga ekonomia, nga shfrytëzimi i aseteve që ka qyteti, rezulton me parametra jashtëzakonisht dobët. Atëherë Durrësi, pse voton majtas, ose pse fiton e majta në Durrës? Mos vallë kemi edhe ne gabimet tona që duhet të reflektojmë, sepse dihet që në gjithë botën ka vota pro, po ka dhe vota kundër, që janë prinat kundërshtarit. Dhe unë nuk ja jap blerimit se është blerimi kandidati mirë, po ja jap votën blerimit sepse nuk dua Artanin. Pra, dhe kjo logjikë në gjithë botën ka një lloj logjike. Kurse tek ne si shqiptar janë të pa numër të barsaletat, prinat. Pra, për mendimin tim do të thoya që një nga gjërat kryesore është që Durrësi duhet përfaqësohet nga njerëzit që e duan qytetin dhe i do qyteti. Pavarësisht se janë relacionet e njerëzve. Kur thoni njerëz të përfaqësuar, a ka njerëz katapultuar në këtë proces? Po, katapultohen? Unë kam thënë edhe një herë në këtë studio. Për shembull kur në mos gaboj ka qenë pikërisht mas zgjedhjes së Lulzim Bashës si kryetar partie. Më duket se bashkë kemi qenë dhe më ke pyetur për trupën e deputetëve të qytetit Durrësit. Durrësi ishte i përfaqësuar. Dhe unë mendoj që edhe kjo ka qenë një pjesë e arsyes që rezultati ishte i dobët. Por kemi edhe një tregues tjetër, 4 mandate rresht Durrësi nuk merr bashkinë. Atëherë unë mendoj që kjo do të jetë pjesa më e rëndësishme e kësaj fushate. Të thirrim në skenë leadershipin e ri që ta çojë Durrësin drejt fitores. Dhe ky leadership duhet bazohet mbi traditën e qytetit, mbi nevojat e qytetit dhe mbi vizionin për ta çuar qytetin aty ku ai e meriton. Sepse Durrësi nga natyra është qytet i hapur, po është dhe qytet konservator. Është i hapur për sa i përket boniteteve dhe gjërave që natyrisht vinë të mirë të qytetit, po është konservator dhe ka shi disa principeve që vetë qyteti i ka në raport me vetveten. Kështu që në këtë drejtim po të marrim se nuk dua që ti personalizoj gjërat, po të marrim humbjet e bashkisë hap mas hapi. Zgjedhje pas zgjedhje, tregoj që Durrësi
nuk ka pas atë mbështetje që duhet për kandidatët që ne i kemi afruar. Do shpeshherë kemi pas raste të njerëzve që kanë qenë, jo shpeshherë, në 2-3 raste kemi pas njerëz që kanë qenë kryetar partie. Atëherë, si mund ta përcjellim? Do të themi që këto kryetarë partish nuk kanë ardhur nga kjo klim? Atëherë nëse s'kan ardhur nga kjo klim, ka pas trafik influence? Nëse ka pas trafik influence, si ka ndikuar kjo në mbështetjen që këta njerëz kanë marrë si nga strukturat e Partisë Demokratike, po ashtu edhe nga elektorati. Pra, unë mendoj që ka ardhur koha që jemi tamam në kohë. T'i afrohet ekranit të gjithë këtyre njerëzve që aspirojnë për të qenë leadershipi i Partisë Demokratike në ditët që do të vinë. Të gjithë shpalosin vizionet e tyre. T'i ndigjojë antarësia. Të ketë kohë për reflektim. Se natyrisht shumica e gjithë antarësia nuk i njeh. Nuk respektojnë afatet e shpalljes kandidaturave? Jo, nuk po e them këtë sepse s'ka ardhur koha. Po mendoj që duhet të jetë shumë e rëndësishme, respektiv duke filluar që ka ato që pretendojnë për të marrë kreun e grup seksionit. Pra, duhet shpalosin kandidaturat. Duhet bëjnë takime me njerëzit. Duhet të tregojnë se për çfarë kërkojnë dhe kush janë aftësitë e tyre. Pra, antarësia të ketë kohën e nevojshme për të reflektuar dhe për zgjedhur më të mirën. Unë dëgjova zotin Basha, kryetarin Basha, i cili e theksoi në Partinë Demokratike leadershipi nuk do të vijë si rezultati i një procesi të heshtur dhe të kompromiseve, po do të vijë si rezultati i një procesi të hapur nëpërmjet debatesh ku të fitojë alternativa më e mirë dhe njeriu më i mirë që do t'i shërbejë në të ardhmen Partisë Demokratike për ta quar drejt fitores, sepse është shumë i rëndësishëm vendosja e tavanit. Në qoftë se ne do të vendosim në leadership një tavan të ulët, kjo do të tregojë që gjithë piramida ose elita drejtuese që do të vi në trupën e këtij leadershipi, kulminacionin do ta ketë ky tavan. Në qoftë se ne do të rrisim tavanin, pra do të rrisim kualitetet, kuptohet që dhe trupa politike që do ta shoqërojë leadershipin do të jetë me parametra shumë të lartë. Pra, ku do ta kuptojmë ne ku është tavani? Në qoftë se ne s'kemi debat, në qoftë se ne s'kemi platformë, në qoftë se ne nuk kemi shpallje të Durrësi nuk e ka këtë klim që po thonë? Jo, deri tani nuk po shohim. Pra duhet mendimi jemi që duhet nxitur. Unë mbështes totalisht zotin Basha në takimin e djeshëm që pati që tha duhet vi nëpërmjet një debati politik. Ku debati politik të sjell atë çka është më kualitative dhe më e mira për qytetin. Kur flas për Durrësin, kjo është për gjithë Shqipërinë. Pse? Sepse gjithë Shqipëria ka nevojë për frymën e fitores. Dhe fryma fitores duhet fillojë të burojë në radhë të parë tek leadershipi. Se një leadership që nuk është i mbushur vetë me atmosferën e fitores, një leadership që nuk ka të qartë vetë vizionin se ku do shkojë, dhe detajet e rrugës tij nuk mund të mbushit të tjerët. Dhe për mendimin tim kjo është pika më decisive dhe më delikate e këtij procesi, se të gjitha gjërat mund të bëhen mirë. Mund bëjmë një pallat ose një shtëpi shumë të mirë. Nuk vendosim që ati në rregull do na rrjedhë shtëpia. Edhe arrendimi më do të na shkojë dam. Pra, unë mendoj se tash ka ardhur në finale që bile unë i bëj thirrje. Unë nuk jam nga ata që kandidojnë, megjithëse nga dalin shumë seksione, po i bëj thirrje për të mirën e qytetit Durrësit. Ata që mendojnë që me të vërtet janë të zot për ta përfituar këtë post, që megjithëse janë të zot të marrin në radhë të parë përgjegjësitë, do të shpalosin. Do të shpalosin platformën e tyre, vizionin e tyre, arsyetimin e tyre pse e kërkojnë kreun e Partisë Demokratike. Sepse po në të njëjtin takim, zoti Basha tha dhe atë tjetër, që procesi që kalon në heshtje dhe pa debat nuk është i pastër dhe i ndershëm. Dhe unë këtë do t'i kërkoja këtyre njerëzve, jo ta kërkojnë në tavolinë kreun e Partisë Demokratike, po ta kërkojnë në elektorat. Ta kërkojnë tek antarësia e Partisë Demokratike. Që gjë po tentohet në Durrës, ta kërkojnë tavolinë kreun e partisë? Nuk përjashtohet. Sikuta. Çdo proces po që 50+1 pozitiv konsiderohet pozitiv. Po nuk do të thotë se është 90% pozitiv dhe 10% që mund të ekzistojnë gjëra të tilla. Po këta janë procese reversibile. Nëse ky 10% pompohet, ky mund të fryhet dhe mund të spostoj pjesën tjetër pozitive.
Por e rëndësishme është që Durrësi duhet lënë i qetë në shtratin e vet, në filozofinë e vet, në eksperiencën e vet demokratike, që është për mendimin tim është tepër pozitive, sepse Durrësi ka qenë qyteti që i dha fitoren 8-0 Partisë Demokratike. Kur thoni Durrësi duhet lënë i qetë në shtratin e vet, në kuptoni që ka ndërhyrje nga Tirana në këtë proces? Kur them Durrësi duhet lënë i qetë në shtratin e vet, themi që detyra numër 1 e koordinatorit dhe njerëzit që kanë dorë procesin, duhet të jetë kjo: klimatizimi i tërë procesit në të mirë e qytetit të Durrësit. Pra, që Durrësi t'i kthehet, do të pastroj kartën e memorjes, t'i kthehet historisë vetë demokratike dhe t'i sjellë Partisë Demokratike gjithmonë ato rezultate që i ka sjell gjatë viteve të mëparshme. Se kot tuk thash Durrësi ka pas një konstante demokratike, e cila tani, kohët e fundit, dhe për fat keq, si në elektorat, ashtu dhe në rezultatet e një pasnjeshme, ka qenë anemike. Pra, për mendimin tim, procesi duhet jetë i hapur, procesi duhet vi nëpërmjet debatit, procesi duhet të vi nëpërmjet seleksionimit të mësmirës, në mënyrë që ai që të marrë kreun e Partisë Demokratike të Durrësit, të meritoj kreun dhe të krijoj trupën me parametra sa më. Qëndrojmë tek seleksionimi, apo zbatohen siç duhet udhëzimit e zotit Basha në Durrës? Po, deri tani në Durrës kemi vetëm zgjedhjet në nivel seksioni. Dhe është ende herët për të thënë. Po unë mendoj tash duke filluar qysh ke mbledhja që do të bëhet për zgjedhjen e kreut të grup seksioneve, duhen prezantuar kandidatët, duhet të zhvillohet debati, secili duhet ta dëgjojë antarësia që do votojë, ose të deleguarit duhet ta dëgjojnë për platformën dhe atë çka mbartë ai në vetë, pastaj të vendosen. Nuk ka pse të kemi procese të nxituara ose procese preferenciale. Sepse të gjitha këto ne jemi ekuipazhi një anije. Në qoftë se del anija në breg, pra në zgjedhjet e ardhshme, ne kemi fituar të gjithë. Në qoftë se ne konstruktojmë një anije çyrëk ose defektoze, ne mbytemi të gjithë. Pra Durrësi dhe në një mandat tjetër të 5 kalon si trofe e partisë. Jo thatë, nuk duhet jemi të nxituar në këtë proces, ndërkohë që perceptimet nga jashtë janë që po zgjatet si shumë si proces. Për mendimin tim, absolutisht ja. Ne duhet kemi parasysh që debati politik, më fal, debati politik është debat politik. Dhe ne asnjëherë të mos mendojmë që interesat e të majtës nuk ndërhyjnë dhe intervenojnë në zgjedhjet që bën Partia Demokratike. Sepse ato kanë interesat e tyre që për ta të zgjedhin njerëzit më të favorshëm për preferencat e tyre. Jo vetëm në prizmin politik, po dhe në prizmin e biznesit, sepse Durrësi është një qytet jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe në ekonomi, jo vetëm në politikë. Dhe unë kam thënë dhe në një emision tjetër që Durrësi për të mirën e zhvillimit të qytetit duhet të prishë harmoninë meskine ndërmjet krahëve. Sepse nëse në Durrës do të kishte zjerë debati politik, Durrësi nuk do të vinte vetëm era beton, do të kishte edhe gjelbërim. Nëse në Durrës do kishte zjerë debati politik, njerëzit do të shkonin për të votuar për të mbështetur alternativën e tyre. Dhe nuk do të ishin pesimist. Le të shikojmë sa është përqindja e votimit në Durrës. E parashikoni Tulli? Kjo nga vjen. Vjen sepse njerëzit kanë humbur besimin në këtë proces. Atëherë, a duhet të kthejmë besimin këtyre njerëzve? Duhet t'u kthejmë. Si do t'u kthejmë? Të zgjedhim ato njerëz që duhet, që të ngjallin besim, jo vetëm te strukturat e partisë, po dhe te elektorati, që ta kuptojnë që do përfaqësojnë interesat e tyre. Dhe derisa procesi është kaq i rëndësishëm dhe etik, unë mendoj që kjo do të kërkoj vëmendjen maksimale si politike, si nga ana e përgjegjshmërisë, ashtu dhe qytetare. Pra nuk po flas në këtë studio as si ish kryetar bashkie, as për funksionet që mund të ketë pasur, as si antar i Partisë Demokratike, po flas në radhë parë si qytetar. Këto tjerët janë të gjithë mrapa që rrjedhin nga përgjegjësia qytetare. Dhe kur përgjegjësia politike bashkohet me përgjegjësinë qytetare, unë mendoj që kemi një kualitet më të lartë të përgjegjshmërisë. Ky është mendimi im.
Zoti Hoxha, jeni pjesë e Durrësit dhe ju? Unë do që me vëmendje zotin Gorea kur tha që kandidatët duhet debatojnë mes tyre. Duhet konkurrojnë me idetë që në fakt këtu në të studio ende nuk kemi kandidatë që debatojnë. Po ndoshta nga që janë në fazën e grup seksione dhe kur jeki grup seksione gjë ekran televiziv mund të ishte çiksi shumë, po kur të vi tek faza e kryetarit të Degës, pa më mundë që edhe një debat televiziv do të ishte. Ata përfitojnë nga rasti që bën një ftesë shumë publike. Po se të paktën në konferencën e Degës kandidatët duhet të shpalosin idetë e tyre organizative dhe programore për Degën dhe Durrësin si një koncept komuniteti ekonomik, njerëzor, me dinamizëm të lartë. Metodën që kandidatët shpalosnin idetë programore të tyre e ke përdorë në 91-92 në podën e Durrësit. Sa herë që partia do dilte në zgjedhje të ndryshme me kandidatët e saj, që në 91-92 kandidatët përpara konferencës së Degës apo forumit ku do dilnin, i kërkoheshin secilit në 10 minuta, 15 minuta të shpalosin secili idetë veta, çfarë do të bënte ai nëse do të bështe drejtuesi i asaj Dege apo do të bështe kandidati deputeti ynë apo do të bështe kryetari i bashkisë, pra në fazën e kandidimit, i kërkoheshte nga quorumi zgjedhor i partisë çdo kandidati që të shpaloste idetë veta. Si e shite ai punën që do të bënte të nesërmen. Dhe konferenca e Degës, aktivi i Degës apo një forum tjetër partijak që do votonte për mes 2, 3 apo 5 individëve, përveç se e njite njërin dhe tjetrin dëgjonte edhe që ide kishte njëri dhe tjetri dhe kjo bënte një lloj diferencë. Them që sot jemi 2014 në shpalosje ideve personale të çdo drejtuesi partijak në nivelet e ndryshme të strukturave, sot duhet ishte rregull, jo përjashtimi. Në fakt, me sa kam lexuar dhe udhëzimin e lëshuar nga Kreu Basha e përmban këtë element që kandidatët duhet të shpalosin idetë e tyre në forumin përkatës ku do të kandidojnë për të zgjedhur një mes disa kandidatëve. Apo ndiqet ku do ky udhëzim apo ka standarde? Me sa jam informuar po. Tash ke parasysh që edhe të dalësh edhe me programin tënd si kryetari një dege të caktuar, nga njerë varet edhe nga lloji kandidatëve që dalin, nga njerë njerëzit dhe ngurrojnë që dalin me ide, tentojnë të uniformizohen me turmën, mendoj se mos po dalë tepër, ka dhe hezitime që janë njerëzore normalisht, por rregulli duhet ishte kandidatët mes të tjerash konkurrojnë dhe me idetë e tyre, në rastin e posteve partijake, veçanërisht me idetë organizative, si do të organizojnë partinë, ka një pyetje të madhe dhe një sfidë të madhe për Partinë Demokratike në zgjedhjet e ardhshme, që buroj nga zgjedhjet e kaluara. Ishin në pushtet, demokratët ishin në pushtet dhe ne dim fare mirë që opozita një pjesë të mandateve shtesë të saj i ka siguruar me mjete jo politike. Po 2015 demokratët janë në opozit, si do të minimizojnë këtë rrezik që të ketë joshje të votës dhe votuesve përmes paras, premtimit për punësim apo mbajtjes në punë, siç u përdor me 23 qershor për një 78 mandate ishte rezultati i kësaj metode nga ana e majorancës së re. Dhe ka dhe një sfidë pra, dhe veçanërisht mënyra se si do reagojnë demokratët që ta minimizojnë këtë rrezik në 2015 mund të ishte një nga pyetjet kyçe që mund të drejtoheshte kandidat. Përveç se sipas specifikave të degëve, një drejtues dege duhet të adresojë edhe problemin se si do harmonizojë të gjitha flukset e antarësisë. Durrësi, që për ta mbyllu Durrësi është një qytet që ka edhe dursak të vjetër, por ka dhe një shumë fishim të popullsisë së qytetit me të ardhurën nga gjithë Shqipëria. Partia Demokratike duhet të reflektojë të gjitha këto prurje në një harmoni dhe jo në një dasi, kush je ti, kush jam unë, se përndryshe pastaj nuk ecet përpara dhe nuk krijohet një moment i favorshëm elektoral, nëse nuk harmonizon së bashku të gjithë burimin njerëzor që kemi në dispozicion. Dhe këtu ka të bëjë goxha një kryetar degë i cili di të
mbaj të gjitha balancat dhe të marri nga çdo grup interesi brenda një partie maksimumin e vet në shërbim të objektivit elektoral të Partisë Demokratike në Durrës për zgjedhjet lokale dhe pastaj në zgjedhjet politike 2019-s. Siguria? Pikërisht unë jam totalisht dakord me zotin Hoxha për sa i përket kësaj që leadershipi i arshëm duhet të jetë leadership i kompletuar. Që të jetë i kompletuar pra duhet vinë nëpërmjet një procesi transparent ku të visë rezultati konkurrencës dhe në thojza imposhtjes së kundërshtarëve me vetit e tij personale, me vlerat e tij. Pra, gjithsesi nga ato që rrotullohemi vim në atë që quhet bursa e vlerave ose bursa e kontributeve në PD. E cila vetëm nëse procesi kryhet me transparencën maksimale del në pa. Pra, nëse jo vetëm kryetari i madh, por dhe kryetari i seksioneve, kryetari i grup seksion vinë nga bursa e vlerave, kjo garanton suksesin e të ardhmes, sepse një njeri i zgjedhur si rezultat i aftësive të tij profesionale, politike, i përgjegjshmërisë së tij, në interes të detyrës që pretendon të marrë, ai njeri do të krijojë atë klimën ku Partia Demokratike do të jetë shtëpia e të gjithëve. Do jetë shtëpia e demokratëve, do jetë e intelektualëve, do të jetë e qytetarëve të Durrësit, do jetë e dursakëve, do jetë e skrapërllive, do jetë e vlonjatëve, tropojanëve dhe të gjithë banorëve të ri të qytetit të Durrësit. Sepse për hir të vërtetës, qyteti i Durrësit sot është një panajir qytetërimesh, ose qytetërimesh jo në kuptimin e konceptit historik, po këtu në Durrës kemi banorë nga e gjithë Shqipëria. Dhe kjo, duke pas për bazat e që demokracia është votë, dhe se cili nga këto ka një votë të jenë të pavarur, do të thotë që të gjithë janë të vlefshëm për të hyrë në hambarin elektoral të Partisë Demokratike. U shprehet garanton suksesin në të ardhmen. Si parashikoni zgjedhjet e ardhshme lokale? Nëse leadershipi i Partisë Demokratike, unë kam gjithmonë besim në atë që Durrësi është qytet me konstante demokratike dhe të gjatë. Nëse nuk është e rëndësishme si e ke prodhimin. Kur hyn autokombajna me korr grur, parcela mund të jetë plot, rendimenti mund të jetë maksimal. Po nëse kemi një autokombajn që vetëm korr dhe thesin e ka të shpuar, atëherë do të themi që ne nuk kemi marrë atë rendiment elektoral që ka qyteti i Durrësit. Pra, kjo është shumë e rëndësishme, ndërtimi nga kryetari i ri i makinës elektorale të Partisë Demokratike në Durrës, dhe nëse ne kemi një leadership me kualitetet të larta, një trup politike që do ta shoqërojë këtë njeri, të dalë nga bursa e vlerave, atëherë kjo do të kthejë besimin në popull dhe përqindja e votimeve e pjesëmarrjes në votimit do jetë shumë e lartë dhe Durrësi do ta kalojë klasën duke fituar Bashkinë e Durrësit. Pra ne i them që këto zgjedhje janë jashtëzakonisht të rëndësishme, se këto zgjedhje, domethënë, janë një shans për të kapur trenin e humbur nga Partia Demokratike, sepse nuk është e mundur që 4 mandate rresht e majta të marrë Bashkinë e Durrësit. Dhe aq më tepër në një qeverisje keq e më keq, nga mandati në mandat. Dhe prap, kur ka ardhur puna në votime, e djatha ka humbur. Kjo pastaj do t'i përkasë një analizë të thellë dhe një strategji totalisht të re për ta fituar Bashkinë e Durrësit dhe më vonë zgjedhjet politike. Zoti Hoxha, tek prognoza e zgjedhjeve të ardhshme lokale? Jo, nuk kam bërë dhe është shpejt për mua. Prisni akoma të mbledhni ndoshta shifra statistike për ta analizuar? Natyrisht janë shumë larg. Janë në mënyrë kalendarike të paktën një vit larg. Varet mund të qellojë që të jenë dhe në shtator të 2015-s. Çfarë thonë se kur duhet të saktuar se kur është mbyllur procesi elektoral sipas KQZ-s në 2011. Por them që është larg edhe sepse intensiteti i ngjarjeve që kemi parë nga shtatori deri më sot ka qenë kaq i lartë dhe ekuilibrat e preferencës politike dhe e simpative në elektorat po reflektojnë një ndryshim.
Kjo që duhet t'japim kohë për të parë se si po shkojnë kuotat e kësaj super maggioranze, e cila ka treguar edhe nga sondazhet besueshme, po edhe përmes një analize logjike që ka kuota rënje, dhe nga ana tjetër ka një kuota rritse nga ana e opozitës demokrate, me aksionin e saj dhe përballjen që i ka bërë arrogancës së kësaj qeverie. Kemi edhe reformën territoriale që po ecën. Ndërkohë që reformën ta ashtu quajtur reformë administrative territoriale, që nisi për me bërë një hartë dhe bitisi duke bërë një hartë, dhe harta që doli ishte ajo që duket qeveria e kishte bërë që para 8 muajsh. Tha do nisem nga rrethet për të menduar ndarjen e re territoriale, e nisi nga rrethet dhe mbeti ke rrethet. 36 rrethe ka Shqipëria, e filloi qeveria ushtrimin me pyetjen a ti ndaj rrethet dhe përfundoi 36 rrethe plus 3 njësi minoritare dhe 2-3 tjera që duke si sajesa. A ka kalkulime? Ndërkohë që kemi patur propozime konkrete nga organizatat shoqërisë civile, të cilët e kanë nisur ushtrimin ashtu siç duhet. Kanë menduar çfarë nivelesh qeverisjes vendore duhet të kemi në Shqipëri, 1 apo 2. Çfarë raportesh duhet të kemi këto 2 nivele me drejtoritë e ministrive në territor. Çfarë funksionesh do të kryej, me çfarë mjetësh, me çfarë mënyrë, dhe pak ka dalë pastaj a mund të rishojmë kufit aktual, që do thotë pastaj nga 378 bashki dhe komunat nivelit parë të mund paksohen në përputhje me vizionin strategjik decentralizues, dhe jo hajde si ta ndajmë kukulleshën 2 apo 7 pjesë, siç nisi dhe u bë ushtrimi nga ana e maggiorancës, që e nisi me piknisje si ti ndajmë rrethet dhe përfundoi që rrethet nuk i ndau fare. Do të thotë një pyetje, ka kalkulime elektorale? Indirekt po. Indirekt ka kalkulime elektorale, po mund më shumë llogaris që ka kalkulim pushteti. Këshoj një lloj mënyre nga qeveria që duket sikur thotë sa më pak njësi vendore të kem në përkëmb, aq më kollaj i kontrolloj. Është më keq se sa llogaria elektorale. Se llogaria elektorale është e natyrshme që partitë do e bëjnë në llogarinë elektorale. Dhe ka dhe një gjë do. Elektorati shqiptar ka treguar që ka lëvizur nga njëri krah në tjetrin, edhe në zona si Durrësi, thotë Arqileja, në zgjedhjet lokale kanë votuar për kandidatin tjetër, ndërkohë që zgjedhjet politike 2005-2009 Durrësi votoi për Partinë Demokratike. Do llogaritët elektorale më shumë s'dalen se sa dalin me lëvizje kufish. Po unë shoh më shumë një llogari pushteti. Sa të rrit merrem me 378 kryetar bashkishe komunësh, thot nga këndvështrimi i pushtetarit qendror, më mirë e rregulloj hesapi me një 40, më pak. Dhe do thot ka më shumë nën rrogos dhe më pak mbi rrogos negocim dhe më dhe të tjera. Unë këtu e shoh model. Është në një nga mënyrat e sjelljes së atyre që janë në pushtetin qendror, jo në Shqipëri, është sa më pak aktor lokal. Sepse kështu e kam më të lehtë për t'i kontrolluar, për t'i ndikuar në vendimarrjen e tyre. Dhe duket sikur janë të fuqishëm këto 40 njësi të reja, a 42 apo 39 që thotë qeveria, do duket sikur do jetë secili prej tyre më i fuqishëm përballë qeverisë. Po ne kemi sot një 25 bashki të mëdha apo jo. 20-25 bashki të mëdha. Por ne kemi parë që nuk është se forca e tyre përballë qeverisë ka qenë e tillë që ta diktojnë qeverinë. Qeveria kur ka dashur ka ngushtuar hapësirën e autonomisë. Dhe paksimi i aktorëve është një nga mënyrat e sjelljes për të rritur fuqinë relative tënde, duke paksuar aktorët. Ashtu si më thënë, një garë e mbyllur me më pak aktorë është më influencueshme se sa një garë më e hapur me më shumë kandidatë. Pak a shumë është dhe e njëjta gjë edhe në zgjedhjet lokale. Pra, ka një qëllim jo të drejtpërdrejtë elektoral, megjithëse në ndonjë variant sheh edhe një gjë të tillë, për shembull janë ndarje të çuditshme e Kamzës dhe Paskuqanit nga këshilli nga rreth i Tiranës, duke sikur kërkon të evitojë një rrezik për zgjedhjet e ardhshme, duke ditur që kjo zonë
Kamës dhe Paskuqani janë një bastion demokratësh. Por gjithsesi do unë ajo që vije të re është më shumë një koncept jo decentralizues i qeverisë. Është më shumë një koncept për të shndruar ato 40 njësitë e arshme bashkiake dhe komunale në instrumentet pushtetit qendror. Pasoja është edhe një largim i vendimarrjes vendore nga qytetari i përditshëm. Sot mirë keq ke kryetari i komunës njerëzit trokasin. Dhe mund t'ja kujtoj në kam zgjedh me votë. Por nesër do të kenë një të deleguar, një të emëruar nga kryetari i Bashkisë Madhe në atë fshat. Ky person që emërohet nga kryetari i Bashkisë Madhe të Bashkisë Rreth në një fshat caktuar, i ka pipzat me kryetarin, nuk i ka me bashkëfshatarët. Kjo është një problem tjetër që evidentohet. Dhe ky, pra, modeli që me të cilin po shkon majoranca është një model goxha arbitrar dhe që në vend që të kapitalizojë dhe të përdor atë që është arritur në decentralizimin dhe autonominë vendore nga 92-shi e këndej, dhe ta përdor në një model të ripar në mënyrë të arsyeshme, duket sikur po e dënon me vdekje çka është arritur për të krijuar diçka komplet të re. Ky stili duhet rilind sipas modelit që ka mund kokë dhe duhet të mohoj çka ka qenë deri tashmë, duket domosdoshmë është një stil goxha ekstremist dhe si në fusha tjera ky kryeministër, kjo qeveri dhe kjo majorancë po tregohet goxha mohuese për çdo gjë që është bërë më parë dhe me po nxjerr krijesa të reja shpesh të çuditshme dhe sajesa nga edhe në formën e mostrave. Nuk është ndarje territoriale e vetmi produkt ekstremist i kësaj qeverie, ka dhe shumë produkte tjera. Nëse unë prapë do t'i rikthehem pavarësisht Artani është specialist i kësaj fushë, është analist, është shumë i përgatitur. Unë gjithmonë i kthehem njohjes dhe kosciencës time për qytetin e Durrësit. Dhe unë du t'a ritheksoj edhe një herë. Ish kryetari i Bashkisë? Jo si ish kryetari i Bashkisë, ta thash edhe një herë, si qytetari i Durrësit në radhë të parë. Si antar i vjetër i Partisë Demokratike. Si pjesëmarrës në strukturat e Partisë Demokratike, kryetar bashkie dhe në funksione tjera. Po mbi të gjitha prapë i rikthehem si qytetar i Durrësit. Unë kam besim në qytetarinë e Durrësit, jo vetëm në qytetarët e vjetër, po edhe në qytetarët e ri. Në qoftë se ne do të ndërtojmë një parti demokratike si duhet, në qoftë se ne do të kemi në sytë e demokratëve dhe qytetarëve të Durrësit përgjegjësinë për ta çuar Durrësin drejt fitores dhe drejt hapave të tjera për ecjen dhe integrimin e Durrësit në standardet europiane, unë jam i sigurt që Durrësi do të votojë djathtë dhe bashkia do të jetë e djathtë. Sepse këto janë standarde qytetari që Durrësit nuk ja ka mohuar askërkush. Përveç se inatit ose ngacmimeve në sedër që mund t'i vinë nga njëra anë ose nga tjetra. Prandaj thash dhe shpar, Durrësi duhet lënë në shtratin e vet të filozofisë së zhvillimit të tij, se nuk është një zhvillim i sotëm, i djeshëm apo i pardjeshëm. Ashtu si nuk është, siç po thonte tani, filozofia e shekullit 0, filozofia e rilindjes. Ndofta e legjenda e Kështjellës së Rozafës është më shumë personifikuese për shqiptarët. Pra, ndërtojnë ditën, prishën natën, ndërtojnë ditën, prishën natën. Po se kush do të jetë mekanizmi, nëse atje që mekanizmi morosjes që e lejoj Kështjellën të përfundonte, nuk e di se çfarë mekanizmi do gjendet të mes shqiptarëve, që shqiptarët të njohin punën e njëri tjetrit dhe t'i vendosin tullat njëra mbi tjetrën për të arritur aty ku duhet të arrijmë. Sepse shpenzojmë shumë energji në luftë kundër njëri tjetrit, në gjetjen e argumenteve për mohimin e atributeve dhe të kontributeve që ka pas secili. Pra, unë edhe herë i kthehem asaj. Prandaj vlerësoj shumë të rëndësishëm procesin e zgjedhjeve në qytetin e Durrësit dhe në gjithë Shqipërinë. Nëse ne do të marrim atë produkt politik që duhet nga këto zgjedhje, unë jam i sigurt që harta politike e Shqipërisë, jo vetëm në pushtetin lokal, po edhe në pushtetin politik do të ndryshojë shumë shpejt. Dhe çështja e fundit, për ta shtasionuar pak situatën, jemi në muajin e kampionatit botror, patjetër zotë Hoxha do të keni një prognozë për fituesin. Ndërsa nuk kishit për zgjedhjet lokale. Jo, as pas për fituesin e kampionatit botror.
po ndjek një pjesë mirë të ndeshje me interes. Një tifozlik i fëminor me Gjermaninë më është dukur tashmë, ose është dobësuar jashtëzakonisht shumë. Kështu që tash isha ndeshjet me kënaqësinë kur janë bukura, kur janë dinamike, dhe po shoh që ky botror po ka ndeshje të mira, ndeshje shumë të forta dhe me shumë gola. Do thotë që spektakli sportiv është i një niveli të lartë. Lëgoja? Unë jam tifoz me Brazilin, dhe qysh nga mosha minore. Nuk jam specialist, nuk shqohem se specialist futbolli. Dëshira ime është të fitoj Brazili prapë, por kampionati gjithsesi është një spektakël jashtëzakonisht i bukur. Spektakël kualitetesh teknike, taktike, përgatitjesh fizike dhe standardeve të larta. Gjithsesi, jam i enamoruar mas lojës Brazilit, më pëlqen. Dhe ju uroj vetes, ekipit Brazilit dhe tifozave të Brazilit fitoren e këtij kampionati. Zoti Hoxha, Zoti Gorea, unë ju falenderoj që kisha sot në misionin Këndvështrim. Faleminderit edhe ju që na dhatë mundësinë për të komunikuar. Të nderuar të shikues, ishim në studio me zotin Artan Hoxha dhe zotin Aqeli Gorea. Bashk, mirupafshim në takime të tjera.